Presidentja Osmani shpreh mbështetje për Shqipërinë në Eurovision. Sonte, edhe Kosova shndrit me shkodrën elektronike. Në mbrëmjen e finales së madhe të Eurovision 2025, që po mbahet në Basel të Zvicrës, Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka shprehur publikisht për krahjen e saj për përfaqësuesit e Shqipërisë, dyshën shkodra elektronike, të cilët garojnë me këngën e fuqishme Zjerm. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Presidentja Osmani u ka bërë thirrje të gjithë shqiptarëve në Kosovë, në diasporë dhe kudo tjetër, që të mbështesin Shqipërinë në këtë garë ndërkombëtare të muzikës. Postimi. Sonte, edhe Kosova shndrit me shkodrën elektronike. Edhe pse Kosova ende nuk merr pjesë në Eurovision, sonte të gjithë shqiptarët përfaqësohen denjësisht nga shkodra elektronike dhe shikuesit nga vendi ynë kanë të drejtë të votojnë si pjesë e votës së publikut. Një krijim që sjell një rrëfim të fuqishëm me kuptim plot, meriton përkrahjen tonë në Kosovë, në mërgate kudo ku ka shqiptar. Të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen, votoni Shqipërinë dhe numri 26. Fitore për Zjerm. Kjo deklarate e presidentes vjen në një moment të rëndësishëm, teksa Shqipëria po përgatitet për të performuar në skenën madhështore të Eurovisionit me një nga këngët më të komentuara të këtij viti, një përzierje e thellë emocionale e muzikës elektronike dhe motiveve tradicionale shqiptare, që ka marrë vlerësime të shumta nga publiku dhe kritika ndërkombëtare. Edhe pse Kosova ende nuk merr pjesë zyrtarisht në këtë garë, qytetarët e saj kanë të drejtë të votojnë si pjesë e sistemit të votës së publikut ndërkombëtar. Dhe mesazhi i presidentes shërben si një thirrje simbolike dhe emocionale për unitet kulturor dhe kombëtar. Zjerm pritet të ngjitet në skenë sonte me numrin 26, ndërsa emocionet rreth kësaj performance janë në kulmin e tyre. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.